Ndërkohë që libri na fton të udhtojmë në përfaqe, arti skenik na sjell jetën drejt për para syve. Së fundmi skena e teatrit shqiptar për fëmijë dhe të rinj ka sjell një premierë që ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për temën, por edhe për mesazhin e fortë që e përcjell. Shfaqja pa të nesërme vjen si një rrëfim i thellë që prek realitetin emocional dhe sfidat me të cilat përballen të rinj sot, një përballje mes shpresës, pasigurisë dhe dilemave, sidomos të kohës moderne që i kemi ne tani. Për të folur më shumë rreth premierës, procesit kryes dhe vetë rrugtimit të teatrit, kam kënaqësinë të kem në studio sot edhe drejtoreshën e këtij teatri, Xhaka Jonuzi Çeliku. Xhaka, mirë se erdhe e dashur. Mirë se të gjeta e Xhanan. Të faleminderit fillimisht që gjithmonë gjen kohë ti je pjesë e emisionit, sidomos ritmi të ditës, dhe gjithmonë kam kënaqësinë unë të kem në emision dhe padyshim të flasim për gjëra të bukura dhe ashtu siç thash edhe për gjëra të cilat përçojnë një mesazh deri tek të gjithë. Shfaqja pa të nesërme ishte premiera e parë, në fakt, apo në këtë teatr. Ishte një emocion në vetë pasi që është edhe premiera e parë, është si fëmiu i parë kur vjen ashtu që të sjell një emocion tjetër. Edhe për juve si teatr ishte ndoshta edhe po ashtu një ndjenjë e veçantë. Më thuaj fillimisht për ndjenjën, po pastaj do futemi edhe tek mesazhi edhe te gjithçka tjetër. Po Xhanan, shumë mirë the, kjo ishte projekti i parë për vitin 2026, sepse në fakt unë për çdo premierë ose për çdo përgatitje të cilës do shfaqje, unë jam shumë entuziaste dhe jam shumë më kapin ato ndjenjat se do me thënë a dy arrim ta bëjmë më të mirën ose të del ajo që mendojmë të paktën me gjithë bashkëpunëtorët tonë. Ishte si projekti parë edhe zgjodhëm që se neve me që jemi teatr për fëmijë dhe të ri, do me thënë përgatisim të shfaqje edhe për fëmijë dhe për të ri, dhe kësaj radhe zgjodhëm që të parën ta kemi për të rinj, pa të nesërme në regji të Shenaj Mandak, edhe në këtë shfaqje tani ti përmend që pastaj mos i harroj. Patjetër. Skenografia e Nezdeari, kostumet Ivana Sekulovska dhe kemi luajtur 6, në këtë shfaqje kam luajtur edhe unë, si aktore, përveç meje është Eldin Shiroki, është Flakrona Aliu, është Deja Pejaziti, Denis Rustemi, Melika Kastrati. Si proces provash, përgatitjesh ka shkuar shumë mirë, jemi nda mëse të kënaqur, ka qenë ajo energjia pozitive, energjia e dur për kushtimi. Nëse ka pasur momente kur edhe diçka ka qaluar, kur nuk ka shkuar tamam si duhet, por ato janë ato momente të vockla, bile ende më të mira sepse të dërgojnë në një nxitje, në një shtytje pak më ndryshe ku ti mobilizohesh ose cili do qoftë. Shfaqja pse pa të nesërme? Çka simbolizon? Kjo pa të nesërme është, do me thënë, është e bazuar në veprën origjinale të autorit Gjerman Frank Wedekind, Zgjimi i pranverës, edhe ku në këtë shfaqje trajtohet tema, ne kemi vendosur, kjo është adaptim në fakt, por bazuar në atë vepër, një vepër e shkruar gati qish në vitin 1890, por regjisoria zgjodhi që të bëjë një adaptim me atë që pak a shumë të zgjedhim cilat tema ne dëshirojmë të i prekim edhe të shqyellojmë edhe çfarë duam të themi me ato tema. Pa të nesërme, sepse temat që trajtohen në këtë shfaqje është ajo përplasja brutale të rive. Do me thënë, fillë këput trajtohet këto problemet e trive. Njëra prej problemeve trive janë ata për shembull në kërkim të identitetit, në kërkim të asaj se çfarë dua, kush jam, çfarë besoj. Po ashtu janë edhe trajtohen edhe ato zgjimet e para të impulseve seksuale në këtë temë. Si temë tjetër është edhe trajtohet edhe mungesa e edukatës seksuale. Gjë që fatkeqësisht po. Absolutisht, do me thënë, është një mungesë qoftë si mungesë informacioni Xhanan, por edhe si një, si me thënë, edhe të vetë prindërit, do me thënë prindër fëmijë, është ai hendeku i komunikimit. Që si pasojë e gjithë kësaj, që për shembull neve kemi edhe raste që i dim edhe në shoqërinë tonë ose që si pasojë e gjithë kësaj mungesës, nuk është se ata kanë mungesë do me thënë 100% të informacionit. Mirë po, informacionin që e marrin, sa është i sigurti ai informacion prej rrjeteve sociale. Edhe mos guximit ta diskutojnë. Mos guximit ta diskutojmë. Sa janë të filtruara.
Dhe si pasoj e kësaj mungesës të komunikimit për edukatën seksuale, vinë deri te shtatzanit të padishuruara, pastaj merren edhe vendime fatale. Ku ne në këtë shfaqje kemi paraqitur dhe kemi shkuar pak më shumë se sa duhet, pak më guximshëm, vetëm e vetëm që publiku, vetëm që shoqëria duhet të kthjellohet se nuk është tabu të flitet për këto gjëra. Bile është për të mirën. Është për të mirën e fëmijëve tanë dhe pastaj ashtu edhe siç them në shfaqje neve çuditemi pse fëmijët nuk flasin, pse fshehin gjëra, pse nuk vinë te ne prindërit. Jemi ne ata që s'pari herë kemi krijuar atë, si më thënë, hendekun e komunikimit që pastaj ata nuk ndjehen shumë lirshëm që të flasin çdo gjë. Domethënë transparenca në familjen tonë ose të flasim për këto lloj tema vazhdon të jetë ende tabu, por 100% është gabim. Pastaj si temë tjetër në shfaqjen tonë, edhe këtu është kur rrjedh ai titulli pa të nesërme të themi për këto vendime fatale. Nëse vazhdohet ashtu s'ka të nesërme, domethënë duhet të bëjmë atë kthesën në trajtimin e gjanave në shoqëri. Temë tjetër është edhe presioni retroaktiv te prindërit. Presion retroaktiv sepse shpesh herë prindërit i kanë pritshmëritë e larta. Krahasimi, absolutisht. Pritshmëritë e larta prej fëmijëve, me patjetër duhet ta mbri atë që ai kujton se duhet ta mbri. A është në gjendje ai fëmijë, ai nxënës, ai student, domethënë nuk është se fort i intereson prindërit ose sistemit arsimor, sepse ndonjëherë harrojmë pak a shumë të kujdesemi edhe për mirëqenjen emocionale të fëmijëve tanë, që në kohën e sodit është më së rëndësishme. Me çdo kusht e kërkojmë suksesin, e vrapojmë suksesin. Unë shpesherë them dhe kam thënë edhe në intervista tjera, unë nuk dua që fëmija im të ketë gjitha 5 në shkollë. Jo, se nuk është në rregull që në të gjitha landet tjetë më i miri. Jo, ka diçka që i shkon më së shumti. Domethënë, edhe këtu është ajo që për shembull unë çuditem që edhe sot e kësaj dite ka prindër që me domos fëmia të ketë krejt 5, po pse gjithaj mashtrim? Po pse ai pastaj ai fëmijë që i ka gjitha ato nota të pompume, kur do shkoj me këtë fëmijën që ka qenë tamam, edhe vetë ai fëmijë krahasimi e din se edhe prej këtu fillon ajo, domethënë, ai mashtrimi, si që ka kjo shoqëri, pse mashtroka ka shumë kjo shoqëri, fëmijët i bëjnë këto pyetjet. Pse kush drejtësia? Po. Edhe këto janë ato gjëra që i kemi trajtuar në shfaqjen tonë pak a shumë, edhe që i kemi shuar deri në fund me vendime ndoshta edhe jo aq të mira për të rit. Po sa është e vështirë që të trajtohet bota e të rinjve tani në skenë sidomos? Është shumë e vështirë sepse vërtet në kohën e sodit të rritë, shoqërisë tonë, jo vetëm shoqërisë tonë, të rritë në përgjithësi vuajnë, kanë ankthe të tmerrshme, kanë situata, gjendja e tyre emocionale, domethënë është shumë e prishtë. Nuk është si unë kujtoj se di, ma përpara pak sa më të fort kemi qenë, ose nuk është se jemi thyer kaq kollaj për gjana, të themi që për fenomene të ndryshme. Mëse e vërtet. Gjeneratat e tona kanë qenë, nuk e di, edhe jemi ndihmuar ma shumë, edhe ma pak kemi atë termin bullizim që nuk dua as ta them, ma pak të neve nuk ka ekzistu ndoshta ose nuk e di. Keni marrë komente sigurisht nga publiku deri më tani, a po e shohin të rinj veten në shfaqje, a e gjejnë veten, a e shohin se çfarë nuk duhet bërë, si duhet vepruar, në fakt, a marrin mesazhe të rinj? Në fakt, shfaqja jonë, Gjana, për shembull, nuk është se jep përgjigjen të kollajt dhe drejt për drejt, por për publikun ja jep ndoshta një përgjigje të pakëndshme, se çfarë nuk duhet të ndodh, çfarë nuk duhet të ndodh, nëse shoqëria jonë nuk flet, nëse ne nuk i flasim gjërat. Kjo është ajo që ndodh. Çfarë nuk duhet të ndodh. Dhe këtu duhet ta marr, domethënë duhet ta marr publiku ose të rit. Me aq, neve kemi luajtur premierën edhe reprizën, pastaj shfaqjen e tretë e kemi anuluar shkaku i problemeve shëndetësore të njërit prej aktorëve, ka pasur probleme me boshtin kryqëzor që s'ka qenë gjendje të luajë dhe tani shfaqjen e radhës e kemi me 28 prill. Ato shfaqje, atë publik që kemi pasur, kemi marrë edhe komente, si të themi, kemi marrë edhe komente pozitive që bukur që i keni shprehur gjëra deri në fund, domethënë pa imbuluar.
pa i zbukuruar, si të themi, në mënyrë të drejt për drejt. Modifikuar, po. A ka qene e vështirë në aspekt artistik të realizoni premierën? Është një shfaqje që ka kërkuar bukur mirë energji, do me thënë e ka kërkuar energjin edhe si me thënë si ekip gjatë gjithë provave, e kemi pasur këtë energji, absolutisht në krye me regjisoren, si gjendje emocionale mund edhe të kishe qenë pak e vështirë për ne aktorët, por vazhdimisht, sepse edhe ne kemi qenë ata që kemi kërkuar vazhdimisht pyetje, pse, por në bisedet si për me regjisoren, po edhe me gjithë kolegët, mendoj se kemi arritur të arsjetojmë ato psejet tona që i kemi pasur. Në mënyrë emocionale e përmende edhe atë emocionale, na ka qenë vështirë të futeni emocionalisht në këtë botë të ndjeshme? Ka qenë e vështirë sepse shfaqja jonë fillon me një ritëm shumë të lartë, shumë të përshpejtuar, mirë po goditja merret në pjesën e fundit të shfaqjes, kur edhe merren edhe ato vendime fatale për dy personazhet e shfaqjes tonë. Ka qenë e vështirë për shembull se me një periudhë të shkurtë kohore ti duhet vetëm se ndrohet gjendja emocionale. Por me prova e sipër, kemi bërë prova gati një muaj e gjys, edhe do me thënë ja kemi dalur. Përmende në fillim muzikën, skenografinë dhe atë veshjen, cila ka qenë puna, se a janë ato arsye që përcillet mesazhi dhe a ndihmojnë edhe ato që mesazhi të përcillet aty ku duhet dhe si duhet? Po, këto gjallan janë komponenta shumë të rëndësishme për një shfaqje, të më thënë, në tërsi që të kompletohet. Qoftë skenografia, qoftë kostumografia. Skenografia ka qenë, do me thënë, ajo që më së shumti i shohim ku mblidhen të rinjt, apo në një park me ato formën, me ato elementet si skateboard ose diçka e tillë, ose me kutia që i modifikojmë, do me thënë, gjithçka e bazuar në botën e të rive. Elemente që asocojnë në një botë të rive. Edhe kostumografia dhe ajo që më ka pëlqyer më së shumti te kostumografia ka qenë një kostumografi me, si me thënë, me shumë detale. Vetëm edhe ideja, ashtu si e shpjegonte edhe kostumografia, ideja ka qenë që të rinjt të guxojnë pak më tepër në veshje. Mos të merret për shembull në kostumi i të rive një shablon ose kujtiune, por të guxojnë më tepër edhe të eksperimentojnë edhe në kostume. Do të thënë, ka dashur këtë mesazh që u dërgon të rive, por gjithsesi edhe një kostumografi që funksionon kryekput edhe në shfaqje. Të ndalemi pak te teatri. Kohëve të fundit. Këtu nuk ndalemi, këtu duhet të shohim edhe çka. Ta thash se do të flasim pak, më fal. Okej. E lexova edhe një shkrim që ishte prononcuar se më veç se po krijohet shumë një problem me mospasjen apo mos rregullsinë e çështjes së objektit të teatrit. Na trego pak ku arriti puna, apo asgjë nuk është ndryshu? Me keqardhje e them Xhanan se puna për çështjen e objektit të teatrit ton nuk është se kanë ecur mirë. Do me thënë, është një stagnim total i çështjes së objektit, gjë që seriozisht e vështirëson edhe funksionimin e institucionit e teatrit ton. Ne vazhdojmë të kemi probleme me çështjen e objektit, sepse ajo tokë është në pronësi të Bashkësisë Fetare Islame. Edhe ne jemi aty, do me thënë, të zyrtarisht ose në mënyrë ligjore të paregulluar, në një farë mënyre jemi pezull. Nga ana tjetër, Xhanan, nuk jemi ne pala, nuk është teatri pala që duhet të nënshkruaj një marrëveshje me Bashkësinë Fetare Islame, po është Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Si duket, këto dy organe vazhdojnë të jenë në mosmarrëveshje dhe viktima vazhdon të jetë teatri. Ne kemi një sër problemesh si rezultati mungesës së kësaj marrëveshjes. S'pari herë ne nuk kemi nxemje qendrore. Dhe kjo është ajo që për shembull ne me projektin e parë fillojmë në mars edhe e nxjerrim me 15 prill premierën. Janari shkurti
Po thoj se edhe gjithë marsi ngelen të paprekura, sepse ne nuk kemi nxemje qendrore. Jemi të shkyqur shkaku sepse si munges tani prape asaj marrëveshjes, neve nuk kemi mjete nga Ministria e Kulturës për shpenzimet mujore. Po si institucion, pse nuk keni përkrahje nga Ministria e Kulturës? Ja nuk e keni objektin, po ju si institucion funksiononi. Si mundet Ministria e Kulturës apo cili do institucion mos ta përkrah një institucion, sidomos që ka të bëj për fëmijë dhe për të rinj? Sidomos jemi institucioni vetëm shqiptar, teatri vetëm shqiptar për fëmijë, duke u nisur nga Kumanova deri në Strugat në fund, edhe do me thënë mos ta kesh këtë përkrahje institucionale është e përëdhimshme. Vazhdojnë këto arsyetimet sepse ka pasur, se kanë mos marrëveshje me Bashkësinë Fetare Islame, por nuk është se shoh ndonjë zgjidhje kush e di sa, sepse e vërtet po kalohen disa vite dhe ky problem nuk zgjidhet, nuk është 1, 2, 3, janë 5-6 vite radhazi kur ky problem nuk zgjidhet. Edhe si zgjidhje të vetme, fundit ne e shohim edhe të themi edhe ndoshta ndonjë objekt tjetër ekzistues, por me arhitekt, me profesionist të modifikohet, me sken, me zyra. Normalisht me kushtet elementare. Me kushtet elementare. Pastaj, ose edhe, po kjo që duhet them tani është shumë e largët, një gur themel për teatr, kjo duket edhe qesharake gjanan. Absolutisht, kur i shohish edhe çfarë ndodh edhe me teatrin e Tetovës, sa vite presin, do me thënë, ai gur themel është haruar kur e vëndua dhe nuk është se i duket fundi. Këto janë këtë çështje që janë tepër brengosëse dhe të dhimbshme për institucionet tona shqiptare. Nuk e di, është bërë tepër të institucionet të krijohen pa kushtet elementare, do me thëmë pa objekt vetëm që të ekziston si emër. Të ekziston si emër. Jo, nuk mundemi edhe ne si teatr të funksionojmë si teatr sezonal, të presim tani të vijë pranvera. Edhe verës shumë smundeni se... Po, të ngriten temperaturat, edhe ne të fillojmë me realizimin e programës vjetore. Edhe për skaj, pa tjetër e kam të them, edhe për skaj gjithë këtyre problemeve, unë vazhdimisht gjej në gjuhë të përbashkët me sektorin administrativ, me sektorin artistik, edhe me sektorin teknik. Sepse jemi të gjithë në atë institucion 35 vetë që nuk i bëjmë bisht punës dhe duhem të punojmë. Edhe pse nuk kemi kushte elementare, edhe pse nuk kemi një qosh ku aktorët dhe vine dhe mund të pi një kafe. është, si me thonë, ti punon, një kafe nuk është kur gjë. Por në gjendjen tënde, para se të futesh në punë, është shumë e mirë të mblidhemi, të bëjmë një bisedë. Një diskutim të vogël, po, një po. Është pjesë e punës, edhe është një briefing, ajo kafja është pjesë e punës. Mos flas pastaj për atë që neve nuk kemi vend se ku s'kemi gremiorna, nuk kemi ku të vishemi, ku të zhvishemi dhe të bëhemi gati për shfaqjen tonë. Ma vjen shumë keq dhe nuk është as pak dinjitoze për aktorët, vetëm aktore, edhe ne tani të vishemi, të zhvishemi në tualet, në kabinën e tonistit, ose të presim të shkoj administrata dhe atë zyrë, dhe ajo zyrë të shfrytëzohet tani edhe për gjithë shka. Ma vjen keq që për shembull edhe parukeri jonë duhet me tërheq neve një biro të ulemi me një karike sepse ne nuk kemi vend ku të rregulloj flokët tona ose të bëj grimin tonë. Ne kemi pjesën e poshtme të pudrumit, mirë po është totalisht jashtë funksionit kur kanë qenë vërshimet. Edhe përsëri jemi të bllokuar, nuk mund të bëjmë kurrë renovimi sepse objekti nuk është jonë. Edhe neve tani, çfarë të bëjmë tani? Edhe për skaj gjitha këtyre vështirësive dhe sfidave, ne përsëri me entuziazmin tonë më të madh, me përkushtimin, me energji, dalim të realizojmë programën vjetore. Keni ndonjë mesazh nga ndonjë rapal? Unë vetëm kur kam ardhur në këtë detyrë dhe kam parë se sa me vështirësi ecin këto bisedime, se sa për shembull edhe shpeshherë kur kam dalë prej Ministrisë Kulturës, nuk e kam ndezur veturën edhe të nisem njerë. Kam pasur nevojë 5 minuta të rinë në veturë dhe thëmë pse? Pse gjithë kjo zvaritje? Fiks. Pse mos përveshim krahat, kjo institucion këtë probleme ka? Hajde ta hekim, edhe ta shporim. Të gjem një zgjidhje, po. Të gjem një zgjidhje, edhe ta shporim. Pse aq jemi në minus me zgjidhjen e problemeve? Nuk e kuptoj. Edhe pse aq komod, pse nuk e di. Kështu që unë përsëri vazhdoj të kërkoj takime, unë
përsëri nuk lëshoj dorë dhe nuk është se marrë përgjigje. Po sa është e vështirë të ambash gjallë këtë teatr pikërisht në këto kushte? Se e përmendet 35 persona jeni të cilët në mënyrë shumë të mirë funksiononi dhe që të 35 nuk i bëni bisht muhabetit shumë, po jeni e doni punën me një fjalë dhe po kjo nuk është se zgjidhje e përhershme, ndoshta për një periudhë shkurtër, okej, secili do pranon, po pastaj normal, kemi momente ku gjithve na vjen në majë të hundës dhe themi nuk mundem, më vjen keq, po ashtu është. Absolutisht, edhe do me thënë edhe gjithë sytë drejtohen nga ty, për shembull se je në krye të vendit, edhe kurse unë i drejtoj do me thënë diku tjetër edhe nuk është se ndjehem do me thënë komod, sepse prap duhet një zgjidhje, është e vështirë, 35 vetë. Edhe themi, okej, fundit kam edhe ka kone fundit, okej, do i përveqim krah, do fillojmë neve të punojmë aq sa mundemi, po them, ka dalë bre se finansohemi nga dikush, dhe me thënë edhe jemi institucion shtetëror, nuk më duket shumë nuk më duket e këndshme të themi të kyqemi. Ne do i kyqemi punës, po neve nuk e kemi anën financiare, se ne jemi të parët ato që do zbresim që do marim ato mjetet për ta ly ose për ta rregullu. Bile ndoshta edhe kënaqësi do keni, do kaloni më pa. Me kënaqësinë më të madhe, por na mungojnë këto mjetet financiare që të zbresim neve poshtë, ta rregullojmë pjesën e poshtme që pastaj edhe pak a shumë neve të lirohemi, të marrim frymë edhe të dalë një pjesë bukur e madhe, të themi rekvizitat, kostumet, një qosh prej aktorëve të fillojmë. Por si fillim na mungon kjo pjesa, këto mjete financiare. Nuk janë kushedis, nuk janë milionat të mos gënjehemi. Do me thënë me shumë pak mund të arrijet. Po kjo blokada që për shembull nuk është se jemi të vendosur në mënyrë ligjore, na blokon, nuk mund të marrim prej investimeve të Ministrisë Kulturës, edhe donacionet të ashti, ndoshta donacionet ne nuk mundet ndoshta në llogarinë tonë, por dikush nëse është ardashës mund ta bëj punën pa mos më i parë neve të mjetet. Nuk duam të kemi nevojë të prekim. No. Jo, as të shohim, nuk dim neve. Edhe nëse ka, nuk e dim çka janë ato, po. Çka janë ato? Fiks, a je optimiste se do rregullohet diçka? Jam optimiste sepse do i provojmë të gjitha mënyrat e mundshme. Jam optimiste me energjinë e ekipës që e kam. Jam optimiste dhe për një arsye të vetëm edhe ne për shembull funksionojmë për motivi i vetëm dhe aq i fortë i kret i joni është vetëm kur i shohim se sa kënaqen fëmijët. Edhe do me thënë kur i shohësh se ti çfarë motivi t'japin ato, edhe se si përjetojnë një shfaqje për fëmijë, kjo është motivi i vetëm që ne vrapojmë akoma më shumë. Edhe qurim nder edhe për shembull të shkojnë në një zyrë atje edhe prej mëngjes edhe trim basdere derisa të më pranojnë në atë takimin e radhës. Unë me zi pres që të ndodhë një gjë që të ndryshojnë kushtet, sepse shumë i rrethe dashuria e fëmijëve për teatrin lind që kur janë ata të vegjël dhe unë si e vogël e mbaj mend kur kam shkuar në teatr për të parë ato shfaqjet e para, sepse të jep një emocion që besa ndonjëherë dhe harroja të marr frymë ashtu duke pritë se më vinte diçka shumë interesante që aktori është këtu dhe pastaj e shoh jashtë si është e mundur, sepse ka magjinë e vet teatri, edhe për fund teatri profesion apo pasion? Të dyat. Bashk. Nuk do ishte profesion, nuk do zhvillohesht të tamam nëse do mungon të pasioni. Kur të dyat gërshetohen, kujtoj se del produkti i duhur. Të faleminderit Zaka, të uroj shumë suksese, edhe shumë premiera dhe besoj, shpresoj dhe dua, e kam dëshirë që intervistën e radhës kjo çështje të jetë e rregulluar dhe të flasim vetëm për planet që do i bëjmë gjatë dimrit, sidomos fëmijët kur janë në pushime. Dhe me thënë, nëse nuk më shohësh një kohë të gjatë, dije sepse nuk jam të arta. Nuk do të ftoj. Shpresoj mos jetë një periudhë e gjatë, kurse nëse ndodh më shpejt, do me thënë do vinë momentin që rregullohet çështja. E kemi publikisht që të unë të parën do flasim dhe do e kremtojmë këtë festë kaq të madhe për të gjithë shqiptarët dhe fëmijët e të rritë e vendit. Faleminderit Zaka. Faleminderit Gjana.